Nuk kam asnjë dyshim se kreu i Byros Kombëtare të Hetimit po mbahet qëllimisht peng. Më 1 shtator Aida Hajnaj u lirua nga kjo detyrë, por BKH edhe pas 2 muajsh nuk ka ende një drejtues. Pas testeve fizike, testit me shkrim dhe poligrafit, mbeton në garë 7 kandidat: Andi Pogaçe, Artur Beu, Elton Kërluku, Gentian Doi, Gentian Shehaj, Gledis Nano dhe Joni Keta. Por çdo ditë që kalon bëhet akoma edhe më e qartë se po bëhet një lojë shumë e pisë në prapasken, si për kreun e BKH-s, ashtu edhe për kreun e SPAK. Dhe protagonist duket se është vetë Altin Dumani, i cili kërkon të vërë në këto 2 poste besnikët e tij. Por çfarë ka ndodhur realisht? Argumenti që është përdorur gjithë këto muaj mbi ngecjen e procesit ka qenë se po ha kohë grumbullimi i dokumenteve për të bërë verifikimin e figurës dhe pasurisë së 7 kandidatëve në garë. Por nëse shohim reagimet zyrtare të SPAK dhe lëvizjet brenda organit të akuzës, duket se nuk përputhen gjërat. Në datën 3 tetor u shpërnda në media lajmi se ishte mbledhur komisioni i posaçëm i verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për të nisur verifikimin e kandidatëve. Lajmi u raportua fillimisht nga 2 prej televizioneve kombëtare në vend, Top Channel dhe TV Klan, dhe në fakt atë ditë ka patur një mbledhje dhe janë hapur dokumentet. Mbledhjet u pasqyruan më pas edhe nga pamfleti, por SPAK një ditë më parë ka bërë publike kërkesat dhe përgjigjet në kuadër të transparencës, dhe në datën 15 shtator SPAK ka kthyer këtë përgjigje ndaj një kërkese. Në përgjigje të kërkesës suaj, e protokolluar më datë 2 shtator 2025, ju informojmë si vijon: Komisioni i posaçëm i verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve, bazuar në pikën 6 të nenit 6, ligji 95 fraksion 2016, ka marrë dokumentacionin dhe ka nisur verifikimin e pasurisë dhe figurës së kandidatëve. Pra në mënyrë zyrtare, SPAK njofton se që në fillim të shtatorit i ka patur dokumentet dhe ka nisur verifikimet, ndërkohë pas një muaji del një lajm se është mbledhur komisioni dhe ka nisur verifikimet. Pra shtrohet pyetja: kur ka nisur realisht vetingu i figurës së pasurisë për 7 kandidatët?